Përshëndetje nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e premte 4 korrik 2025. Dashi. Në dashuri këtë mbrëmje ju mund të shihoni një moment forcë dhe në çdo rast emocionet e zemrës do të jenë të privilegjuara. Është e mundur të rikuperoni në punë ose të merrni një kënaqësi të madhe. Demi. Duke shpenzuar shumë në punë do të dëshironi një rikonfirmim. Si çift, ne gjithashtu debatojmë për arsye më shumë se të parëndësishme. Binjaket. Yjet e lehtë sot, gjithashtu të mirë për sa i përket energjisë. Dashuria mund t'ju largojë duke u takuar në qytete të tjera. Në këtë periudhë ka një dëshirë të madhe për të ndërtuar diçka të rëndësishme dhe novatore. Gaforja. Emocione në progres, lajme. Ditë që ju bën plot energji. Luani. Pritet një moment lodhjeje në punë, negociata të vështira por jo të pamundura. Ju mund të debatoni me ditë këto ditë. Dita fillon me disa tensione të vogla për të kapërcyer. Virgjëresha. Të favorizuarit e aktivitetit, fati është pranë jush, së shpejti do të keni konfirmime. Dashuria mund të jetë përsëri e fejuar. Peshorja. Një ditë e qetë për dashurinë, por një ditë e rëndësishme për punën. Ne kemi parë që në kohët e fundit ka pasur shumë shpenzime, prandaj ki kujdes. Akrepi. Ju mund të keni një qetësi shpirtërore, marrëdhëniet e reja janë të rëndësishme. Me virgjëreshën dhe bricjapin mund të bëni plane afatgjata. Shigjetari. Ditët e rëndësishme për të treguar se sa ju vlen dhe mbani mend gjithmonë se gjithçka që lind në këtë periudhë do të jetë një trampolin për sukseset e ardhshme. Kjo është gjithashtu e vërtetë në dashuri. Bricjapi. Kjo ditë fillon në një mënyrë të trazuar. Nëse konfuzioni ju ka marrë jetën tuaj në mënyrë të pashmangshme, rezultatet në punë gjithashtu mund të jenë më të ulta. Organizoni një festë të këndshme. Ujori. Energjia e mirë duhet të vijë gjatë ditës. Për çifte që janë projekte të forta për të bërë së bashku. Peshqit. Ju dëshironi të filloni përsëri, ju jeni një person i ri, keni një aftësi të shkëlqyeshme për të kuptuar se ku është fati. A jeni gati të shfrytëzoni një shans në profesion? Do të vijmë menjëherë në këto ditë dhe mund të jetë në lidhje me dashurinë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Së shpejti.